Në 21 janar në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, të çështjeve ligjore dhe administratës publike, duke ndjekur komisionin live, ne kuptojmë që kjo nisëm, e cila ishte rezultat, pra vërtet është nisma e zonjës Tabaku, sepse duhet një instrument ligjor për të dorëzuar në parlament, po ishte rezultati punës së platformës, edhe i çfarë ishte kërkuar nga shoqëria civile dhe çfarë angazhimi kishte marrë vetë Shqipëria, u rrëzua dhe u paraqit një draft nga qeveria që ne nuk e kishim parë përpara, që nuk ishte publikuar, që nuk ishte konsultuar. Dhe nuk ishte paraqitur nga Ministria e Drejtësisë që ka detyrimin për ta konsultuar në platformën e konsultimit publik, po paraqitet si një iniciativë një deputeti, kështu që u paraqit në moment pa kaluar në konsultim publik në kuvent. Pra i gjithë procesi është i shtrëmëruar, nuk është në mirëbesim dhe është problematik. U bë shumë shpejt dhe brenda një jave, patjetër që ne reaguam, ishim rreth 20 organizata shoqërie civile në Shqipëri, të gjitha rrjetet më të rëndësishme europiane dhe organizata na u bashkuan dhe reaguan, edhe gazetar, individ nga komuniteti të tjerë që morën pjesë në hapësirën publike, por nuk kishte as vullnet dhe as kohë praktikisht për t'i bërë ndryshimet në kodin penal siç duhet.